bie të thjeshtë. Pa qa më ju kallëzuar në fillim, u konë jeta e shtirë për fillimit, i vogël jena konë, kallablak jena konë, 40 trëp, vëlla 50 trëp jena konë, fukarallak, deshën, dathën, borë, shtirë, u konë jeta e shtirë. Veshe dashnia u konë, morali u konë, tëna e konë ma mirë, se që tash. Pse u konë dashnia, u konë mas pari marja u konë, tuta, marja edhe u konë rahmeti edhe dashnia u konë. E tash, për shoqi tjetër, kana kaluë se duke më punua, mire kana kaluë. Mire kana kaluë, për shembull, i zotë i shpis, ka më abet, laf, mësafer kem pasota, kur vishi qashtu, një folë keton në gojshim. E sot jo. Sot qashtu i grohen, as për dhe që ka po flet, as që po thota. Atere nga ka mungu e tash për nga mungon kur gjo. Atere besa u konë jetë me shtirë. Se buk, qashtu se na e nga konë shpjanik. Kem pos to, kem pos zalnije, tëna i kena pos me dhene, me lëpe, me tëna i kena pos. Atere u konë ma shtirë. Nga martesa me Hamiden, a i ka 9 fëmijë dhe dashurim për ta, vazhdon të ruaj të njëjtë. Pa qështë mërzitet njëri për Evlad. E keni që thërë Evladi bujoshke e zemrës. Non, 2 djele shtacika. Po qëre, a peshe 5 gishta e një dorë, cilën dhe presh dham, ha? Ton njëjtë. Nuk janë të rralla rastet kur martesat e para shumë vitesh ndodhin në mënyra të jetë interesante, e sidomos kjo e shefkiut, pasi që një kusheri i tij e kishte mbyllur në një dhomë atë së bashku me tashmë gruan e tij, Hamiden. Ba jo më rësfar veti, një koshi më kam shilë dherën me to. Pa u konë procedura atyre se për shembull, une, si shefki, e kom pas një qikë besë, ose të motrës, i kom thonë filonit, që kom valla një qikë besë ose motrës më fejua, me gjonën e qati personi, e që aty u shkua. O nuse ma ka gjetë një kushërin këtu, e kësona bile, se konë këtu në katon tani pa të thonë babës, tani baba tani e gjeti lidhjen e qëjnë një mësit. Ka i kom pas ka 24 vjetë. Jo, më rësë farë, qëfar poni? Jo.